Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë ka ende shpresë për krijimin e qeverisë pa mbështetjen e opozitës. Deputetja bosnjake Emilia Rexhepi tha se për partinë e saj situata është e qartë, dasa ata janë të gatshëm të mbështesin qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Megjithatë Rexhepi sqaroi se nëse nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme për të gjitha palët, janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lufta kundër krimeve zgjedhore ishte kryefjala e takimit të mbajtur në Tiranë ndërmjet pranisë OSBE-s dhe prokurorisë përgjithshme. Në prag të fillimit zyrtarisht të fushatës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ambasadori i OSBE-s, Michael Taran, nënvizoi se integriteti zgjedhor qëndron në themel të një shoqërie demokratike. Prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe përfaqësuesit e policisë së shtetit kanë detyrën thelbësore në të hetimit ndjekjes penale dhe luftës kundër krimit zgjedhor. Taran theksoi se megjithëse është bërë përparim raportet përfundimtare të Odirit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 dhe ato vendore 2023, nxorën në pas e krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keqpërdorimi i burimeve të administratës dhe friksimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Të dyja raportet rekomendojnë që organet ligjbaztuese të bëjnë çdo përpjekje për të identifikuar dhe hetuar në mënyrë të pavarur të gjithë akuzat për shkelje zgjedhore, përfshirë shitblerjen e votës, presionin ndaj votuesve dhe keqpërdorimin e burimeve të administratës në mënyrë të plotë, të shpejtë dhe transparente. Filloi futja në zarfe fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Kreu KQZ-s Iliran Cilibashi u shpreh se procesi domkumentacioni zgjedhor do të përfundojë brenda kësaj jave dhe se fletat e votimit do të dërgohen gradualisht në destinacione të ndryshme përfshirë Greqinë, Italinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera ku jetojnë shtetat shqiptar. Nëse ne përfundojmë këtë procesin e përgatitjes dokumentacionit zgjedhor brenda kësaj jave, brenda kësaj jave, fundit të kësaj jave, ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Pra nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasinë e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë-pjesë sipas destinacionit Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera. Ndër të tjera i sqaroi edhe një herë procedurën që do të ndiqet nga posta për marrjen në dorëzim të dokumentacionit. Do të shkoj herën e parë dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta tërhiqni në këtë zyrë postare duke paraqitur ky votues dokumentin e identifikimit. Bota. Serbia konfirmon aleancën me Francën. Pas një takimi me presidentin Emmanuel Macron, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se bota po hyn në një epokë turbullirash që do të zgjasë dhe se është mirë që Serbia ka një aleate të madhe në Europë, Francën. Vučić u tha gazetarëve se me Macronin diskutoi për çështjet gjeopolitike dhe për situatën në Serbi. Presidenti serb deklaroi se çështja më e vështirë është situata në Republikën Srpska, entitet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kam luftuar që të gjendet një zgjidhje kompromisi, nuk mund të pranoj që vetmja zgjidhje është arrestimi i Dodigut. Kjo nuk është zgjidhje, është krijimi i problemeve, tha ai, duke shtuar se ka paraqitur idetë e tij për zgjidhjen e kësaj krize, por pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, njëkohësisht zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Kaja Kallas, gjatë vizitës në Bosnjë dhe Hercegovinë, deklaroi se kushtetuta e Bosnjë dhe Hercegovinës është gur themeli i paqes këtu dhe duhet respektuar. Sipas saj, çdo veprim që cënon integritetin territorial, sovranitetin dhe rendin kushtetues apo institucionet shtetërore është i rrezikshëm dhe i papranueshëm. Mirpresim zyrtarët publik, gjyqtarët, oficerët e policisë, të cilët i ka rezistuar presionit politik për të tërhequr nga institucionet e nivelit shtetëror, tha shefja e diplomacisë së Unionit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.